me themelu qeverinë e Kosovës. Edhe Kosova është e izoluar, është gati rreth 2 vite me sanksione, gjendet me një situatë jo të mirë, edhe ekonomike, me çmimet larta të energjisë elektrike, çdo ditë po shumë i zyrtar shtetit që janë dy përballë me këtë akuzë, edhe Kosova si vjen një drejtues si zoti Hamza, i cili do ta çojë Kosovën drejt zhvillimit edhe drejt plotësimit të aspiratave të qytetarëve të saj. Çka do të jenë potencialisht veprimet apo vendimet e para të strukturës së re të PDK-s në këtë situatë? E dim që përballë në javën aktuale kemi një seancë në Kuvendin e Kosovës, ku votohet qeveria Konjufca. A ka bisedime deri tash çfarë veprimesh do të ndërmarr Partia Demokratike në lidershipin e ri? Partia Demokratike ka qenë e qartë. Ne kem tentuar që sa më shpejt vendit të shkojë në zgjedhje, duke që kjo qeveri ka marrë peng vendin, edhe kjo javë është vendimtare që Kosova do drejtojë rreth zgjedhje, cilat ti kem që kjo qeveri duke përdorur lloj mekanizmash ka tentuar që ta bllokoj për gati një vit, një pakicë shqiptare, pra ka tentuar që ti mbajë të uzurpuar institucionet për gati një vit pasi legjitimitet ku e dini që ka dhe vendim gjykatës që tregon që kjo qeveri është legjitime. Ne si parti donë zotit Hamza që nga nisi takon që të punojë me gjithë njerëz që dëshirojnë ta zhvillojnë Kosovën, ta çojnë përpara, ta krijojnë një ekip mirë, një listë mirë zgjedhore dhe një program mirë që të na siguron si PDK fitoren e drejtimin e qeverisë tashme. Pati zhvillime përveç procedurës, pati edhe zhvillime të tjera, deklarime politike, kundërshtime nga personi që e tërhoqi kandidaturën në momentin e fundit, Enver Hoxhaj, u shpreh pa kënaqur me mënyrën e organizimit të konventës. Si përgjigjeni, Gjoshi? Me siguri keni qenë përfshirë në këtë organizim, padyshim, sikur në të kaluarat. Gjithsesi, shikoj zoti Enver Hoxha ka drejtuar Partinë Demokratike për një kohë ditë më të vështira. Edhe gëzën me njën e respekt se së dhe në pineve. Nuk ka kandidu fare për kryetar, si jo që ka 3 kandidaturën se për cila gjatë lajme, a i ka paralemru dëshirën e ti për me kandidu, gara ka qenë e hapur, por në fund i ka dhënë një kontribut që mos ketë gare dhe të zgjedhim një kryetar në mënyrë unanime, ashtu si që edhe e zgjedhëm. Për ndryshe, këta delegatë të ashtyrim. Praktikisht, Hoxhaj e shpalli kandidaturën. Proceduralisht mund ta diskutojmë, por praktikisht e shpalli javën e kaluar kandidaturën. Kandidatura shpallën në parti, është mënyra statutarës në cilë zoti kandidaturë, paraqitet e Komisionit për organizimin e konventës, nuk ka pas. Në moment një kandidaturë e dorëzuar ka qenë e zotit Hamza, por si të që tjetë, ta delegatë kanë pas edhe kryetarën e partisë dhe kanë qenë unik rreth zotit Hamza, kështu që besoj edhe ai ka vlerësuar që kjo fazë, ky momentum është momentum bashkimi rreth zotit Hamza si kryetar i ri i Partisë Demokratike. Ka qenë pa barabartë gara në konventën e cila u